Përshëndetje të nderuar shikues, po takohemi në edicionin e lajmeve të orës 15. Zgjedhjet lokale në Kosovë kanë prodhuar një hartë të re politike. Pas rundit të parë të 12 tetorit dhe balotazhit të mbajtur të dielën, të gjitha partitë në një farë mënyre kanë shpallur fitore. Lëvizja Vetëvendosje dhe LDK kanë fituar nga 7 komuna, ndërsa PDK-ja 6 e AK-ja 5. Lista serbe i ka fituar 10 komuna. E kryetari Rama pas vjeshtës do të gjeni punë tjetër. Do kalojnë edhe 4 vjeshta tjera deri kur përparem Rama mund të interesohet për një punë tjetër. Me 46.935 vota nga Prishtinasit, kryetari aktual mori besimin edhe për një mandat tjetër në krye të kryeqytetit. Ai mposhti kundër kandidatin nga Lëvizja Vetëvendosje, Hajrullah Çeku me 2809 vota diferencë sipas rezultatit preliminar. Ndërkohë Mitrovica do ketë ndërrim pushteti me Faton Pecin nga LVV-ja në udhëheqje për 4 vitet e ardhshme e jo Arjan Tahirin e PDK-s. Atje u shpagua angazhimi të jetë i lartë i kryeministrit në detyrë, pasi diferenca nga qindra vota në raundin e parë u shndërrua në mbi 2300 sosh. Ndërrim të kryetarit do ketë edhe në fushë Kosovë, ku pas 25 vjetësh, Lidhja Demokratike e Kosovës humbi garen elektorale. Aty fitoi Valon Prebreza i Vetëvendosjes me gati 2000 vota më shumë se Besnik Osmani i LDK-s. Edhe në Obiliq, madje i vetmi që fitoi si i dyti nga raundi i parë, do udhëheq Halil Thaçi i Lëvizjes Vetëvendosje. Ndonë se humbi vetëm për pak vota, kundër kandidati i tij, Gjafer Gashi i LDK-s, dha me njëherë dorëheqje nga dega e partisë. Jam dorëheqje nga Këshilli i Përgjithshëm, nga Kryesia e Lidhjes Demokratike. Ndërkohë në Gjakovra Ovet Suareke Klin, kryetarët aktual nga AK, arritën të mbajnë komunat e tyre me fitore mjaft bindëse. Po ashtu Lidhja Demokratike e Kosovës me kryetarët e saj fitojnë në Junik, Dragash, Viti e Pej. PDK-ja mbajti Prizrenin me Shaqir Totajn dhe fitoi Kaçanikun me kandidatin e ri, Sabedin Vishi. Po ashtu e mbajti Vushtrinë me Fereti Drizin, pavarësisht koalicionit të Mehollit të VV-s me Tahirin e LDK-s, që tashëtutje ka të ardhme të paqartë në parti. Si përfundim, Lëvizja Vetëvendosje fitoi 7 komuna duke mbajtur 4 që i udhëhoqi dhe duke fituar Mitrovicën e Jugut, Fushkosovën e Obiliqin. Lidhja Demokratike e Kosovës po ashtu fitoi 7 komuna, por humbi Fushkosovën e Obiliqin. Partia Demokratike e Kosovës fitoi në 6, por humbi Drenasin dhe Mitrovicën e Jugut. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës si mbajti që të 5 komuna që i kishte, një lloj si nisma Socialdemokrate Maljesheven dhe lista serbe 10 të tyrët. Edhe KDTP përmes raundit të dytë ja doli të mbajë Mamushën, ndërsa me përfundimin e këtij procesi, një komunë, ajo e Drenasit, ka kryetar të pavarur, Ramez Lladrovsin. Kryeministri në detyrë Albin Kurti një ditë pas balotazhit u është drejtuar aktivistëve të Lëvizjes Vetëvendosje, duke thënë se partia e tij ka arritur rezultatin më të mirë ndonjëherë në këto zgjedhje. Ai ka theksuar se Lëvizjen Vetëvendosje nuk e ka ndalur as bashkimi i të gjithë kundërshtarëve politik. Tash do të qeverisim në 7 komuna të Republikës, pra më shumë se kurdoherë më parë. Lëvizjen tonë nuk e ndali dot as bashkimi i të gjithë kundërshtarëve. Ju faleminderit çdo njerit për angazhimin. Na presim shumë punë e sfida që do thotë se para nesh ndodhen shumë suksese e fitore, ka shkruar Kurti. Ai u ka kërkuar qytetarëve që të mbajnë përgjegjës secilin kryetar të zgjedhur për premtimet e dhëna. Treguat vullnet dhe pjekuri i kontribuat demokracisë në Kosovë dhe orientimit të politikave publike në komunat tuaja. Mbajeni përgjegjës tani secilin kryetar për premtimet e dhëna dhe gjendjen në qytete e fshatra, ka shkruar Kurti. Ndërsa kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi ka deklaruar se PDK ka përmbyllur me sukses një tjetër kapitull të rëndësishëm të jetës demokratike në vend. Në një postim publik, ai tha se me 187.526 vota, PDK është konfirmuar si partia më e votuar në Kosovë me 206 asamblesë së zgjedhur dhe 6 komuna të fituara: Ferizaj, Prizren, Skënderaj, Vushtri, Kaçanik dhe Hani Elezit. Krasniqi vlerësoi fitoren si dëshmi të punës dhe përfaqësimit me dinjitet, duke falendëruar
kandidatët, aktivistët dhe qytetarët për mbështetjen e tyre. Ai veçoi kandidatin Arjan Tahiri në Mitrovic, të cilin e quajti yllin e fushatës. Kurse kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka reaguar pas përfundimit të zgjedhjeve lokale duke cilësuar rezultatin si fitore të demokracisë dhe të qytetarisë. Në një postim në Facebook, Abdigjiku tha se LDK ka fituar në 7 komuna, përfshirë edhe Prishtinën, duke i quajtur këtë një sinjal të forcës dhe qëndrueshmërisë së partisë. Sot dua t'u drejtohem me mirënjohje të thellë secilit aktivist të LDK-s, secilës vajzë e djalë, burre grua, secilës familje që për javë të tëra la çdo gjë më një anë për të bërë pjesë e këtij rrugtimi. Ju që ecët derë më derë, lagje më lagje, qytet më qytet, ju që mbajtët flamurin ton me dinjitet, ju jeni shtylla fitores son. Prandaj ju them se fitoria e sonte është fitore e juaja, është shpërblimi i punës suaj, i përkushtimit dhe i besimit tuaj. Shijojeni e mburruni me këtë moment, ka shkruar Abdigjiku. Pas përfundimit të zgjedhjeve lokale, kryetaria AK-s Ramush Haradinaj ka vlerësuar procesin si dëshmi të pjekurisë demokratike të Kosovës, duke theksuar se vendi edhe një herë tregoi se di të organizojë zgjedhje me standarde të larta. Sipas tij, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka konfirmuar fuqinë dhe stabilitetin politik, duke arritur fitore në 5 komuna ku ka qeverisur deri më tani dhe duke u bërë pjesë e bashkëqeverisjes në mbi 10 të tjera. Partia do të përfaqësohet me gjithsej 98 asamblesë në kuvendet komunale të vendit. Haradinaj ka shprehur mirënjohje për strukturat e partisë, aktivistët dhe veçanërisht për mbështetjen e diasporës, të cilët kanë treguar për kushtim gjatë gjithë procesit zgjedhor. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka fituar në Gjakov, Suharek, Deçan, Rahovec dhe Klin. Ish emisari special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Christopher Hill, ka filluar dëshminë e tij në gjykatën speciale në Hag. Hill po dëshmon si dëshmitar i mbrojtjes së ish-presidentit Hashim Thaçi. Seanca ka nisur në orën 14, ku Hilli po flet për rolin e tij gjatë periudhës së negociatave që i paraprin konferencës së Rambujës në vitin 1999. Ai ishte një nga figurat kyçe në procesin negociator, duke qenë i përfshirë në bisedimet me ushtrinë çlirimtare të Kosovës dhe në përpjekjet diplomatike që quan drejt marrëveshjes së Rambujës. Gjykata themelore Prishtinës ja ka vazhduar paraburgimin edhe për 2 muaj Fatmir Shehullit, i cili u arrestua si i dyshuar për spionazh të bija serbes. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja e gjykatës themelore në Prishtinë, Mirlinda Gashi. Ju njoftojmë se pas kërkesës së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës për vazhdimin e masës së paraburgimit në çështjen penale ndaj të pandeurit FSH, gjyqtari procedurës paraprake pas shqyrtimit të kërkesës më datë 7 nëntor përmes akvendimit ka aprovuar kërkesën e PSRK-s, ashtu që të njëjtit ju është vazhduar masa paraburgimit në kozgjatje prej 2 muaj, tha Gashi. Fatmir Shehulli ishte arrestuar më 9 tetor në ndyshimet për spionazh. Ndaj tij më 10 tetor gjykata Prishtinës i kishte caktuar masën e paraburgimit në kozgjatje prej 1 muaji. Një burrë është arrestuar në Korrotis të Drenasit pasi që dyshohet se ka therrur me thik një burr tjetër. Rasti ka ndodhur të dielën dhe është cilësuar si lëndim i lehtë trupor. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar për shkak se kishte therrur me mjet të mprehtë thik viktimën mashkull kosovar, i cili ka psuar lëndime dhe ka pranuar trajtim mjekësor, thuhet në raportin e policisë. I dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. Do të lajm të orës 15, mirupafshim në edicionin e radhës.